ne flasim për trupin elektorale që ekziston sot me datë 7 qershor. Për arsye se Parlamenti në Republikën e Kosovës e rregullon përqindja e partive politike dhe në bazë të përqindjes së partive politike rregullohen edhe ulësit në kuvend. Por ky është elementi i parë bazik në bazë të cilit ne mund të flasim, mund të ashtrojmë mohabetin. Pastaj humbja e votës dhe përqindja janë komplet gjëra të ndryshme. Ne këtu duhet të krahasojmë partitë tjera në raport me lëvizjen vetëvendosje dhe përqindjet e partive në raport me përqindjet e mëhershme. Partia e cila ka humbë në përqindje është lëvizja vetëvendosje. Dhe këtu, nëse në këtu zgjidhje ka një humbës të garës elektorale, është lëvizja vetëvendosje, e cila nga 51%, po rezulton që momentalisht ta ketë rezultate në 43.6%. Dhe ky është diskutimi që ne duhet të bëjmë, për arsye se secila parti e ka rrit numrin e deputetëve. PDK-ja ka rrit për një deputet 2, po ashtu Lidhja Demokratike e Kosovës nga 15 deputet shkon shumë më lart deputet, Aleanca kështu me radhë. Sepse ata që do të vendosin në fund janë numrat. Po mos prit bërë me një vend ku mbrana një viti bëhen 4 pol zgjedhje të mos ketë rromje të daljes së qytetarëve. Kjo edhe në Zvicër gjithkund kishte ndodhur. Se u bë monetën dhe bajat kjo punë mo. Po dhe më natyrisht që ka rromje, po natyrisht që ka rromje të votës, por në bos këtë rromje të votës është ndërshku një parti tjera kanë ngritje, ajo parti që ndërshku është lëvizja vetëvendosje, dhe këto veç kush nuk dënë me po, se kjo është faktike. A krijohet gjithë, po zotëri, kjo ka humbë pushtetin me numra në parlament. Zotëri Kurti është hargjuar politikisht. Nëse dikush ka pritur një rromje të Albin Kurtit, një humbje që këtë bine 35%, me zgjedhjet e 7 qershorit, kjo ka qenë e pamundshme. Pse ka qenë e pamundshme? Ka qenë e pamundshme për shkak logjistikës shtetërore që ka përdorur, që i përmendi profesori, për shkak të parave që i ka dhënë, dhe për shkak të një njohati që ky sigurisht e ka po që është në nivel më të ulët se 43%. Historiku i tij ka treguar që ky nuk është një bashkëpunëtor me parti tjera. Përkundrazi, kur ti ka brenda koalicionit ai shes si rival politik. Pra, të paktën prova kështu e tregon. Pra, ky tregon ose ky dën gjithçka. Por po severisht që do të më udhëheq vetë, ky do në president, do në gjykot. Cilin do kombinim? Ne pa harrojmë edhe një rast, Albin Kurti ka hyrë në zgjedhje duke premtuar se ne do ta formojmë me prokurorinë shtetërore. Pastaj ky ka hyrë edhe më tutje, ne do ta krijojmë edhe xhandarmerinë, sepse nuk kishte çka të fliste për veriun atje, sepse atë ka fituar lista serbe, janë flamujt e Serbisë anë kënd veriut.